Lokaliteti arkeologjik i Shasit u kthye këtë vit në epiqendër të aktivitetit kulturor dhe edukativ në kuadër të manifestimit ndërkombëtar Nata e Kështjellave Goes Green, i cili u mbajt më 9 maj në ndër të Ditës së Evropës dhe 75 vjetorit të Deklaratës së Shumanit. Ngjarja organizuar në kuadër të projektit Giftsnet i financuar nga BE-ja përmes programit Interreg IPA Kroaci Bosnjë Hercegovinë Mali-Izi 2021-2027 dhe u zhvillua në 72 lokalitete të 10 vendeve evropiane. Në këtë aktivitet morën pjesë personalitete të rëndësishme, përfshirë kryetarin e komunës së Ulqinit Gencin Imanbegu dhe ambasadorin e Austrisë në Maltëzi, Christian Steiner, të cilët përshëndetën të pranishmit dhe inauguruan zyrën e re informuese në Shas, një hapësirë moderne që do t'i shërbejë vizitorëve dhe e cila u realizua me një investim prej 50.000 eurosh. Para këtij aktivitet kemi inauguruar zyret e informacionit që ndodhen këtu para qytetit vjetër të Shasit, një investim modest nga ana e komunës së Ulqinit, ku vizitorët e ardhshëm do të kenë punktin e informacioneve, është i pajisur me gjërat më të moderne, ka dhe toaletet publike, dushat, diçka që me vlerë nga 50.000 euro, është kontribut që komuna e Ulqinit i dhuron kësaj ane, qytetit vjetër të Shasit. Unë së dyti dua tu drejtohem dhe t'ju uroj 9 majin. Në kuadër të projektit të Giftsnetit, ku së bashku me komunat tjera nga Kroacia, nga Mali-Izi, nga rajoni, bëjmë promovimin e vlerave kulturore dhe mbrojmë qytetin e vjetër të Shasit, i cili jo vetëm që është i njohur me 365 kisha legjendën e vjetër, por është i njohur si qendra e vjetër i lire. Këtu, ne së bashku festojmë edhe fitoren kundër antifashizmit. Duhet çdo herë të kujtohemi që vlerat antifashiste janë vlerat të larta njerëzore, morale, dhe kjo ditë duhet të bashkojë Evropën. Ne si komunitet presim ende, edhe nga institucionet evropiane, që të shprehen ndaj sulmit që qeveria Mali-Izi ishte duke bërë ndaj Ulqinit, ndaj plazhit të madh, dhe kjo është një betejë e cila duhet të jetë betejë vazhdueshme të komunitetin ton i pandar, me rajone, me etni, me subjekte politike, i pandar në kërkimin e drejtave tona për zhvillim të qëndrueshëm, për një zhvillim i cili duhet qytetarëve tonë. Ju jeni qytetarët, ju jeni banor të kësaj treve dhe keni drejt që për të ardhmen tuaj të vendosni ju. Si u thesh një komuniteti të vogël, por krenar, komuniteti i cili çdo herë ka ditë të promovojë vlerat e veta, dua të them që jo vetëm Giftsneti, dua të them se jo vetëm Shasi, jo Kalaja e Ulqinit. Gjitha këto janë ato që na takojnë neve, i takojnë të ardhme son, e kjo janë të fëmijët, janë të rinj tanë. Prandaj uroj që edhe ky aktivitet jetë një nga promovimet e cilët ky qytet të vjetër do të vlerësojnë në skenën turistike, në skenën e ardhmërisë dhe begatisë për komunitetin tonë. Ju faleminderit. Si përfaqësueset Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare Bashkimit Evropian si Austria, është shumë i rëndësishme që jemi jo vetëm në kryeqytet, po edhe në komunet jashtë kryeqytet, si për shembull Ulqin. Si ambasadori i Austrisë jam këtu edhe në emrin e Bashkimit Evropian. Si ambasador i Austrisë nuk është shumë e vështirë të flas për çështjet europiane, sepse Austria edhe qeveria e re austriake mbështet plotësisht rrugën europiane Mali-Izi dhe vendeve të tjera Ballkanit Perëndimor. Mali-Izi është në rrugën shumë të mirë drejt Bashkimit Evropian, është vendi më i avancuar në negociatat midis vendeve Ballkanit Perëndimor. E shpresojmë që mund të jetë një model që anëdarësimin dhe një vend Ballkanit Perëndimor mund të funksionojë.
natyrisht është shumë e rëndësishëm që vlerat europian janë respektuar, vlerat si drejtat e njerëzit, drejtat e pakiceve. Sot është festojmë për vërtetorem deklaratës Roman Schuman. Në fakt, me 9 maj në 1950, Robert ishte shpalur deklarata Schuman e me këtë deklarata ishte themeluar Bashkimi Evropian. Është një projekt I paqes, është një projekt I vlerave, është një projekt I politike, është një projekt ekonomik. Është një projekt I solidaritetit. Në fakt, kemi sfidat e mëdha tani, s'kemi pace fatkesisht në Europë, kemi lufta në Ukrainë, I sot ministrat e jashtme të Bashkimit Evropian ishin në Ukrainë në rastin e ditës së Europës. Sipas Ilmira Likës, përfaqësuese e ekipit të projektit GIFSNet, Komuna e Ulqinit ka përfituar rreth 293.000 euro nga ky projekt, ku 170.000 euro do të investohen drejt për drejt në përmirësimin e infrastrukturës në Shas, planifikohet ndërtimi I shtigjeve, vendosja ulseve dhe koshave, si dhe organizimi I aktiviteteve edukative për fëmijë, grupe të marginalizuara dhe media. Sonte jemi në Natën e Evropës në 9 maj, duke shënuar Natën e Kështjellave, e cila paralelisht shënohet në 72 lokacione dhe 10 vende të Evropës. Komuna e Ulqinit është një nga pjesëtarët e projektit GIFSNet, që jemi 6 partner, Kroaci, Mali, Zi dhe Bosnjë Hercegovinë, dhe në kuadër të projektit GIFSNet ne po realizojmë edhe Natën e Kështjellave, kështu duke shënuar edhe në Ulqini 9 maj në mënyrën më të mirë të mundshme. Këtu kemi organizuar një event kultura-artistik, por krahas kësaj është hapur edhe infopunkti për lokalitetin arkeologjik të Shasit, I cili në të ardhmen do të jetë I hapur për të gjithë vizitorët dhe do të jetë edhe pikë referuese për lokalitetin arkeologjik, por edhe do të thotë vizitorët do të mund të informohen për të gjitha detalet që kanë nevojë lidhur me këtë lokalitet arkeologjik, shumë të rëndësishëm për komunën e Ulqinit dhe vetë banorët. Sa I përket të Natës së Kështjellave, ky është pra siç e thash edhe më herët në kuadër të projektit GIFSNet dhe të gjitha këto do të thotë aktivitete mbahen në vetë si rezultati I projektit. Këtu kemi pasur vizatimet, ekspozitën e vizatimeve të fëmijëve, të cilët kanë vizatuar, pikturuar do të thotë edhe lokalitetin, por edhe tematikat e gjelbërta, siç ishte edhe tema e Natës së Kështjellave të natës së sotme. Po ashtu kemi pasur mundësi të shijojmë edhe degustojmë ushqime tradicionale të grave vendase dhe në këtë mënyrë të promovojmë në mënyrën më të mirë të mundshme të gjithë ato se çfarë ofron edhe vetë rajoni I Shasit, por edhe vetë komuna e Ulqinit, duke I promovuar vlerat tona edhe si kulturë, pra me muzikë, por edhe me ushqime dhe me peizazhe të cilat I kanë punuar vetë fëmija. Në kuadër të manifestimit, nxënësit e shkollave të Ulqinit morën pjesë në aktivitete krijuese si pikturimi I peizazheve dhe elementeve kulturore të Shasit. Ekspozita e punimeve të tyre u çel pas dite e pasuar nga degustimi I produkteve tradicionale të zonës dhe një koncert festiv me muzikë dhe valle vendase. Përshëndetje, unë jam Ajdisa Osmani dhe jam nxënëse e klasës 7D. Unë sot kam paraqitur këtë pikturë, jam inspiruar nga netet e bukura të Ulqinit dhe nga deti Adriatik. Kam vendosur të pikturoj dritën e hënës që ndriçon në detin Adriatik, sepse tregon lirinë, ëndrat, edhe dëshirën për të ikur nga zhurma e ditës. Dhe po ashtu kam përdorur ngjyrat e errta, sepse ato paraqesin një moment të bukur paqe dhe pushimi. Dhe thjesht me këtë pikturë desha të jap një mesazh që ne gjithmonë kur jemi në errësirë, gjithmonë kemi një dritë që na uheq, mjafton të ndalohemi edhe ta shohim. Përshëndetje, unë quhem Reana Zeneli dhe jam në klasën 6D dhe sot kam paraqitur
një vizatim duke kishën e shasit dhe e kam vizatuar sepse mua me pëlqen shumë dhe me pëlqen se si është e zbukuruar pamja e shasit dhe një mesazh që duhet që mos ta prishim dhe duhet të mbetet ashtu siç është dhe mos ta ndryshojmë asgjë tjetër. A vini shpesh në shas me aktivitete për shembull? Po, për shembull për ndonjë kras ose për ndonjë rast për shembull. Pëlqen? Po, shumë. Nata e kështjellave e këtij viti u shënua si një ditë që solli bashkë natyrën, historinë dhe komunitetin, duke vendosur shasin në qendër të vëmendjes si një thesar kulturor që meriton mbrojtje dhe zhvillim të qëndrueshëm.